Si mbrëmjen e kaluar dhe gjatë natës së sotme, pritet që termometri të zbresë disa gradë në zero. Në orët e para të së martës pati sërish treshje dëbore deri në 900 metra mbi nivelin e detit, duke bërë që shumë fshatra në të gjithë qarkun Dibër të zbardhen nga bora. Fshatrat e Bulqizës dhe Dibrës patën më shumë prezencë rreshjesh deri rreth orës 10 të paradites. Por rënja e temperaturave gjatë natës për fermerët është problem shqetësues si rezultat i krijimit të ngricave. Banorët e fshatrave shprehen se nëse do të ketë prani të ngricave, atëherë shumë kultura bujqësore do të kenë shumë pak ose as pak prodhim edhe për këtë sezon. Kjo borë sot nuk është i nevojshëm. Është vetëm i dëmshëm. Dëm për pemat. Dam për biman, çdo prodhim e hedh poshtë. Si fshatar kemi vështirësi. Nëse do ndikojnë për temperaturë më të ulta, prish çdo gjë, sa është bashkë ndulet. Humje, lodhje, shpenzim i madh. Ja. Po ndakot. Ka bo pak mjallë edhe pemë të rrezik mund t'i kesh prish. Edhe kumllat mjallë. Po të shti nuk i dihet sezoni mjallë, barë se kur të ajo hortikultura. Po pak ka bo ndame të shti se si të qoftë edhe kumllat kanë qelë, e ke parasysh në rrezik mund t'i dëmtojë kjo ftohti. Po lullet pemë si kanë qelë, më mërmenje se nuk mund bëjnë fruta se i dëmtojnë. Lullen e në temperaturat ulta. Po natën është ma ultën se ka bora deri poshtë. Nga ana tjetër, fermerët shpresojnë që kushtet atmosferike të mos kenë luhatje ekstreme të temperaturave në ditët në vijim, për shkak se dëmët mund të jenë akoma edhe më të mëdha.